Energji e çuditshme nëpër piramida. Ndiqeni këtë material sepse për këtë nuk kemi folur asnjëherë dhe sot do t'ju tregoj disa sekrete që duhet të dini. Para disa viteve, kush është rastisht le t'i bëj like faqes që të shihemi sërish, kush nuk e ka bërë ende dhe ju falenderoj që jemi për herë bashkë. Para disa viteve i bëra një intervistë Osmanagic. Pra Samir Osmanagic, që është ai që zbuloi piramidat ilire, ose më mirë, piramidat në Bosnje. Ato që ka më tregoi, pra jo live, por ato që më tregoi gjatë bisedës që bëm, nuk ishin ato që ka më tregoi gjatë intervistës, sepse disa gjëra nuk duhen përmendur, për shumë arsye. Ai pa diskutim që është shumë i kujdesshëm dhe si duket dikush i kishte sugjeruar që mos të fliste për këtë, sepse mënyra se si e tregonte është vërtet shumë e çuditshme. Pikë së pari, duhet të dini që në piramidat, në çdo piramidë që futesh, nuk është si piramidat si një shtëpi, por është një energji që është krejt ndryshe, e ndjen, sa po futesh brenda piramidës e ndjen. Pra nuk është një energji si brenda në një shtëpi, brenda në një pallat, apo ndoshta edhe në një ndërtesë tjetër që gjendet po aty, për bri, për shembull. Por brenda piramidës ka një energji tjetër, një energji që nuk kuptohet se çfarë është, sepse ti nëse nuk bën analiza, ti thjesht nëse e ndjen, vetëm se e ndjen që është diçka kështu, por ti nuk mund ta kuptosh nëse nuk bën analiza. Në vitin 2009, Osmanagic thoshte që kishte parë një rip, si mund të quhet, ose një fash drite, jo drite, por energjie, pikërisht pra mbi piramidën e diellit, piramida e madhe e Visokos. Dhe aty ai kuptoi që ka diçka të çuditshme. Një diçka tjetër. Siç thash, brenda piramidave kur futesh ka një energji ndryshe, por ka dhe një tjetër detaj. Sa më thellë futesh në piramidë dhe aq më lirshëm merr frymë. Pra nuk është oksigjeni, sepse është kontrovers. Ne e dim që ne 9 metra nën tokë, trupi fillon që të ketë probleme në frymarrje. Nuk e di e dini apo jo këtë, por kjo është shkencore, nuk është se e them unë këtë. E gjeni gjithandej. Pra 9 metra ashtu siç dhe 9 metra nuk arrin edhe valët, çdo lloj valet telefonit për shembull, ose të kodit Morse nuk arrin. Dhe kjo është e çuditshme që sa më shumë futesh dhe sa më lirshëm merr frymë. Pra duhet të jetë e kundërta. Duhet të jetë që sa më thellë futesh dhe më pak frymë merr, ose ke probleme në frymarrje. Por ka dhe një tjetër detaj. Të gjithë ata që kanë probleme me astmën, dëgjojeni, është vërtet e çuditshme. Mund të informoheni për këtë. Të gjithë ata që kanë probleme me astmën, kur futen në piramida, lirohen komplet. Nuk kanë asnjë formë problemi të astmës. Është shumë e çuditshme. Madje dhe ata që kanë probleme kardiake. Po, shikoni, më tregoni një herë të vetme nëse ka vdekur dikush brenda një piramide. Një herë. Asnjëherë nuk ka vdekur askush brenda piramidës. E dini pse? Sepse piramidat, pra energjia e piramidës bën reversin e qelizave. Pra bën që qelizat të jetojnë më gjatë dhe më mirë. Dhe nuk mundet që brenda piramidave të dëmtojnë qelizën. Jo. Tjetra, mënyra e të vendosurit, pra të gurëve, që janë njëri mbi tjetrin, çlirojnë një energji. Çlirojnë një energji që jo vetëm që është efikase brenda ambientit ku gjendet, por është efikase edhe për tokën dhe vendin e territorit ku gjendet. Sepse mendohet, për ata që nuk e dinë, që të gjitha piramidat në planetin Tokë janë formuar ose janë ndërtuar për të mbajtur nivelin e frekuencave të tokës. Madje jo vetëm të nivelit të frekuencave të tokës, por edhe të gjithë ambientit ose atmosferës mbi tokë.
Bile do t'ju them, në vitin 1980 sa, 90, një i quajtur Robert Duval, një studiues i piramidave, ai vuri re diçka të çuditshme. E kemi thënë këtë, por unë dua ta përsëris që sepse jemi në temë. Ai teksa u fut tek piramida e Keopsit, vuri re që në një lartësi të dur, një lartësi që është 1/3, ai vuri re që ishte një mi i ngordhur, por nuk i kushtoi shumë rëndësi atë ditë, por pasi u kthye pas disa ditësh, vuri re që miu nuk ishte kaluar në putrifacione, si quhet, nuk ishte kalbur. Mishi nuk ishte kalbur, ose miu i ngordhur nuk ishte kalbur. Gjë që mund të ndodh brenda një dite e gjysmë në bazë të temperaturave, sepse temperaturat jashtë janë shumë të larta, ndërsa brenda ruhet një temperaturë 17 gradë përafërsisht. Dhe sidoqoftë, në bazë të llogaritjeve nuk duhet që të kaloni gjithë ato ditë. Kaluan ditë dhe miu nuk u prish. Dhe aty kuptuan që qelizat ngadalsojnë, të gjitha qelizat aty ngadalsojnë vdekjen. Bile edhe disa armë, thika apo brisja apo çdo gjë, aty bëhet hollohet, me fjalë bëhet empreht, do të thoja. Bëhet empreht çdo gjë, ose edhe një magji përe. Nuk dihet se përse, por kështu ndodh. Kjo është shkencore, nuk është se e them unë, është provuar dhe riprovuar me mijëra herë. Dhe përveç kësaj, në frekuencat që krijojnë këto piramida, ka një rrymë elektrike të vazhdueshme. Pra, ne e dim që të gjitha frekuencat formojnë rrymë, ose gjenerojnë, rrymë elektrike. Tani, si është e mundur që në piramidën e Meksikës ndodhi i njëjti fenomen. Pra, një fash drite, ose një fash energjie, gjithmonë nuk ishte një dritë, po ishte një energji, e gjeni dhe këtë, sepse e kanë fotografuar, e kanë parë me qindra herë, edhe aty ndodhi e njëjta gjë pas vitit 2000, mos gaboj, dhe pikërisht pra mbi kulmin e saj. Normal që kjo u duk në bazë, sepse kishte, nga ana tjetër kishte mot të keq, dhe këtej nga kjo anë nuk kishte mot të keq, dhe ndoshta moti pra kishte krijuar disa nuanca. Mirë po, ajo duket që është një fash drite, dhe të gjithë ata që e kanë filmuar dhe ishin aty dhe regjistruar, tregojnë që ishte vërtet e çuditshme, sepse ishte tepër e theksuar. Dhe e njëjta gjë tregohet që ndodhi edhe në vitin 2000 në piramidën e Keopsit. Pra një fash energjie mbi piramidën e madhe, dhe unë doja të nënvizoja këtë që të gjitha piramidat në mbar botën në një moment të caktuar, nuk dihet se përse, po çlirojnë një energji dhe kjo energji shkon në hapësirë. Tani, se çfarë ndodh me këtë energji dhe çfarë shkakton kjo energji, ne nuk e dimë. Por ashtu siç ju thash, mendohet që piramidat janë ndërtuar pikërisht pra për të mbajtur frekuencën e planetit dhe të specieve që gjenden këtu. Sepse duket sikur të jetë një receptor që shpërbën energji, por edhe thith energji. Të paktën kështu mendohet. Tani, na është thënë që piramidat janë bërë si varret e faraonëve, ose më për varret e faraonëve. Tani nuk pi ujë më ky argument. T'ja u them se përse, dhe është turp i madh që sot në vitin 2025 të vazhdohet të fliten dokra të tilla, dhe do t'ju them se përse. Sepse, pra për mendimin tim, sepse secili ka idetë e veta. Mua, për shembull, as nuk më hyn fare një ide e tillë që të jenë varreza, për të vetmen arsye, dhe s'ka nevojë për të tjera, sepse ekzistojnë në të gjithë planetin dhe po zbulohen çdo vit piramidat të tjera. Dhe brenda piramidave të tjera nuk ekzistojnë vende ku këto ishin varreza. Nuk ekzistojnë. Nuk ka kocka, nuk ka asgjë. Pra edhe në piramidat e fundit që janë zbuluar, qoftë në Peru apo qoftë edhe në Kinë, nuk është zbuluar një skelet brenda këtyre piramidave. Pra, piramidat janë bosh.
Piramida të zbuluara tani, pra nuk është se i ka zbuluar njeriu para 100 viteve, 1000 viteve apo 2000 viteve, tani. E para pyetje është, kur janë ndërtuar këto piramida? Sepse në qoftë se janë zbuluar tani, duke u mbuluar me dhe balt, do të thotë që ka ndodhur një përmbytje e madhe universale. Dhe këto piramida ekzistonin përpara përmbytjes së madhe universale. Dhe tjetra, çfarë gjetën studiuesit aty brenda? Asgjë. Pra, duke mos gjetur asgjë aty brenda, kjo më bën të mendoj që janë vetëm receptor, asgjë tjetër. Përveç të tjerave pastaj që janë gurë të mëdhenj 2 tonë e gjysmë dhe as bëhet fjalë fare që njerëzit i kenë skalitur në atë formë që është precize etj dhe mënyra e vendosjes së tyre që është një gjeometri fantastike ku edhe ne akoma sot nuk mundemi t'i ndërtojmë, pra pa u thelluar në këto, por mjafton vetëm një. Mjafton vetëm një. Dhe në qoftë se këto piramida janë receptor të energjisë, atëherë kjo më bën të mendoj që si përfundim, në qoftë se do të zbulohen të gjitha, ose më mirë pasi të jetë zbuluar piramida e zezë, sepse unë mendoj që ekziston një piramide e quajtur piramida e zezë. Dhe në qoftë se do zbulohet piramida e zezë, do të jetë ajo piramida e fundit. Dhe kur të shfaqet kjo piramidë, mund të ndodhë diçka në atmosferë. Mendoj që mund të jetë kështu. Megjithatë unë do të dëshiroj edhe një komentin tuaj, se çfarë mendimi keni, por sidoqoftë, jo vetëm Osman Haxhiç, por të tjerë kanë Samir Osman Haxhiç, por edhe të tjerë kanë vërtetuar në mënyrë shkencore që ka diçka të çuditshme brenda piramidave, një energji që ne nuk e kuptojmë. Dhe nuk besoj që këto janë ndërtuar nga njeriu. Primitiv. Pres komentet tuaja, ju përqafoj, natën.